por është ftesë për ty. Është vërtet. Që do kthehesh një ditë, Është vërtet. ose ti i kthyer je në një farë mënyrë, se i kthyesh ai që ka mendjen e zemrën në këtu. Patjetër. Fakti që ti vjen summit, ti tregon që ti ke një shtys. Patjetër. Cili do qoftë ky summit, ndalojmë edhe flasim edhe për këtë. Se dua të flasim bashk, duke i parë nga këndvështrimi yt. Pra, unë nuk e kam gabim kur i them një ditë do kthehen, ose kur besoj te kthimi. Si mendon sipas teje? Nuk mund ta kesh gabim kursesi. Kursesi sepse, siç e thash edhe më herët në një intervistë tjetër, kur thret Shqipëria, kur thret Kosova, sidomos Mërgat, mos ta harrojmë, Mërgata është një pjesë e madhe e Shqipërisë, jeton në Mërgat. Nuk po flas as për emitanca e këto tjera, këto janë gjëra ndryshe, gjëra edhe ndoshta individuale ndërmjet familjes. Po flas që kur më thret në summit, kushdo që të është. A Edi Rama a dikush tjetër, nuk është problem. Edi Rama nuk e ka monopolin e Mërgatës. Edhe e thet vet para disa kohe. Nuk e dim çdo jetë zgjedhje çka do bëhet me Mërgatën, sepse nuk e kemi pas idenë. Po, pra Edi Rama nuk e ka monopolin e Mërgatës. A vje Edi Rama më fton në summit, apo dikush tjetër? Jam po. Të ka ftu Shqipëria? Më ka ftu Shqipëria, më ka ftu për të folur, më ka ftu për të bërë rjetizim, për të ngritë çështje. Tashtë, letimi që Mërgata vetë në definicionin e vetë, në përkufizimin e vetë, është ideja që një person ka lidhje të qëndrueshme dhe të vazhdueshme me shtetin am. Ose me kombin am, sepse kombë. Si fillim është i identifikuar, pastaj ka një marrëdhënie, domethënë funksionale. Patjetër. Të gjitha këto na mungojnë. Patjetër. Unë nuk mund të flas vetëm për vete, sepse unë ndoshta edhe kthena, unë prej vogël e kam, sepse jam rrit në këtë aspekt, familja, gjithë është ideja do kthehemi një ditë dhe kur do kthehemi do kontribuojmë se ja kemi borxh. Gjithë ka qenë ideja që ja kemi borxh. Sepse nuk e ndjen veten. Unë jam gjenerata e tretë, është tjetër gjë, për prap e kam këtë ide që një ditë duhet një prezencë e dyfisht, një prani e dyfisht. Një ditë po. Sa bukur, e bëre prani me njerë, sa çfarë shqipen mrekullueshme, si e ruan një prani me njerë. Edhe prindrit që dhe janë rrit ndoshta, po prap nuk e ndjen veten të kontribuosh vetëm për një shtet të cilin do të identifikosh, po jo në tërësi, edhe andej identifikosh prap jo në tërësi, do ta kompletosh dikun. Aty ku e kompleton në shteti am. Unë do të kthena. Kush e di? Sot e tham edhe në intervistë, ndoshta më nxjerr dikush më vonë, po ndoshta kthena më vyn vite. Këtë sigurt. Edhe ti, edhe pse je i ri, praktikisht e ke këtë merakullin se si bëhen virale këto frazat në. Po normal, po kush ta kesh pa menduar se bëhet virale ai fjala ime aty. Më ndodhi përsëri me, po më ndodh unë ky televizion është televizion i diasporës. Normalisht është krijuar realisht me këtë qëllim. Unë e ndjeva që tregu, njerëzit mungonin, nuk ishin këtu, ishin jashtë, dhe atëherë ju drejtova të gjithëve. Dhe i vum një emër kur nuk e dija dhe vetë, domethënë, çfarë do bënim. Dhe i shkruajmë në televizionin e diasporës dhe pavarësisht sa miteme ne kështu kemi funksionuar, tregojmë histori njerëzore. Dhe mua më vjen keq sepse ndryshoi her pas here, njerëzit tregojnë historinë e zemrës dhe fillojnë edhe paragjykohen ose bëhen viral. Dhe kur janë në një farë moshe tremben, edhe thonë ma hiq. Po nuk do shkojmë kështu ne, nuk do autocensurohemi ne. Ne do ju mbyllim gojën komenteve bullizuese negative duke shfaqur më të mirën tonë, se si t'ja mbyllësh gojën. Duke i thënë që kush jam unë, çfarë dua unë, prandaj të mos i trembim njerëzit. Unë për shembull nuk trembem nga komentet. Okej, ti ke mendimin tënd, po ka njerëz që tremben, flasin për herë të parë. Është normale. Ti edhe vetë ndjeve që realiteti të vë në është normale. Rrjetet sociale, çdo mjet komunikim sot edhe të flasin me kontet falso apo me konte pa emër, pa mbiemër, këto gjëra as që i ndjej afër. Sepse fundja fundit gjithë kam qenë unë, po edhe organizata jonë e hapur për debat. Aty është për organizatën pak më shumë? Organizata është spari individ. Organizata nuk bëhet pa individet brenda. Se zakonisht kam shumë miq po më thojnë është gjë shumë abstrakte. Jo, organizata është një grup individësh, cilët e kam nderin ti përfaqësoj sot, sepse janë njerëz të mrekullueshëm. Janë njerëz student të
të angazhuar në jetën në Francë, po edhe në jetën në Shqipëri, në Kosovë, në Maqedoni, kemi ndërmarrës, kemi profesionistë, kemi gjeneratat ndryshme që vinë të pranishëm aty, qofse jo që janë aktiv, e kemi mbështetjen, kemi mbështetje gjeneratave të para, kemi mbështetje gjeneratave të dyta, treta. Organizata është ALEA, është Association Lyonnaise des Étudiants Albanais. I bie shoqata e studentëve shqiptar në Lyon, e cila edhe përkufizon edhe profesionistët. Për ta thjeshtëzuar, qëllimi jon që nga Nathenita, jemi riformu. Ka qenë çështja kombëtare në Nathenitën, e cila ka pas shkollë shqipe, e cila ka pas fasad diplomatike, e cila ka kontribuar në Rambuje, protestat e tjera. A është një shoqatë e vjetër, pra që ka vazhduar? Patjetër, ka vazhduar, kemi ndrruar, sepse çështjet kanë ndrruar. Shumë. I bie që në 2008 kemi pas angazhim në pavarësi e tjera, kemi pas 2012 100 vjetorin, shkolla shqipe është shumë problematike në Morgat. Është tepër problematike. Ne për qëllim kryesor e kemi kujtesën kolektive në ndër gjenerata. E kemi angazhimin ton politik si student dhe profesionist të Morgatës. Kur them politik, e kemi një problem kryesor edhe në Morgat. Nuk e kuptojmë çka është politika kur e them. Politika, ne jemi jo apolitik, jemi apartiak. Nuk është e njëjta, seriozisht. Po është çudi, sepse ti je i Albinit për shembull të thonë. Ndërkohë që ti je i Kosovës. Po për atë e ftoj, më thonë, e ke ftuar Besashinin e kemi pas, PSD në Kosovë. E ke ftuar Besashinin, pse se ke ftuar këtë? Po, unë para 1 muaje, 2 muaje e kam ftuar dikant tjetër. Tash unë jo apolitik i bie të asgjësosh si student pa dhe si profesionist. Kemi nevojë për çështje të mbajmë politike, përfaqësimi i Morgatës, drejtave votës, shumë gjëra tjera edhe në integrimin francez, le të themi, përfaqësimi i studentëve shqiptar në Francë e tjera, këto janë politike. Nëse nuk bëjmë politik në këtë aspekt e kam. Nëse nuk bëjmë politik, çka nevojitëm? Edhe kujtesa kolektive është politike. Të thuash, të kujtosh një event historik, është politike. Në dritare keni një hapësirë totalisht që mund ta përdorni sa herë të ketë një çështje që doni të diskutoni, thjesht online, sepse këtë bëjmë për herë, dhe flasim, komunikojmë. Unë deri tani kam treguar histori individuale, tani dua të tregoj histori politike. Pikërisht këtë gjë, të organizatave, të grupimeve, të njerëzve që bëhen bashkë për një qëllim dhe qëllimi madhor është ky. Të kthejmë zemrën, trurin në Shqipëri, në mos edhe vetë përfundimisht, në Shqiptari, në Kosovë, në Maqedoninë e Veriut, të mos lëmë të na shpërngulin, siç kanë bërë me Bujanovcin, siç kanë bërë me... Cilë duhet të rikujtojmë? Shumë. Po, siç kanë bërë me Plave Guci, siç kanë bërë në shekuj e në vite, ne nuk do i lëmë të na shpërngulin. Përkundrazi, ne do kthehemi dhe do punojmë tokën tonë dhe do bëjmë politikë, patjetër. Patjetër. Aty është ideja. Dhe sa për me përthëku këtë aspekt, organizata është sidomos asgjë tjetër. Është gjithë dorë hapun. Qoftë për shtetin e Shqipërisë sot, shtetin e Kosovës, studentët në Maqedoni, jemi Gjithëherë, nuk ka ndodhur një herë që nuk e pranojmë një çështje politike e cila ka interes përgjithshëm shqiptarët. Qoftë edhe me rrjetizimin e shoqatave tjera studentore nëpër Evropë, se janë shumë, edhe në këtë aspekt është vërtet se samiti i diasporës ndoshta ka mungu pak. Si sugjerim ndoshta për vite tjera, është interesant edhe të integrohen strukturat studentore. Flasim pak për këtë summit, në para se të vemi te viti tjetër, çfarë të pëlqeu, çfarë s'të pëlqeu. Për shembull, vura re që një prej materialeve më të klikuara, më virale, u bë një juriste nga Bologna e Shqipërisë, e cila tha mos na përdorni për fasadë, në farë mënyrë nuk kemi numra, ne duhet jemi aty. Por dhe në panelin ton, foli Anila, unë e njoh shumë mirë Anilën, edhe është një zonjë fantastike në Londër, dhe ajo e pati këtë ankesë, tha që pse nuk ka gazetarë të diasporës. Se di këtë, edhe mua ma vini në dukje, ç'pun ke ti që flet për diasporën? Si ç'pun kam unë? Ti s'ke ikur kur nga Shqipëria, thu se është faj që unë s'kam ikur nga Shqipëria dhe kam menduar ta ndërtoj këtu. Do thënë, ka disa gjëra që mbas edhe unë si kam kuptuar mirë. Mi shpjegon në mënyrën tënde çfarë nuk ishte mirë. Shpjegoj është gjë e madhe, po ta tregoj në mënyrën tonë.
është çështje tepër sensitive, tepër e ndjeshme, sepse unë kam qenë edhe në panelin ku zonja juriste ka intervenu, ka ndëry. Samiti i diasporës është diçka që mu më ka pëlqy si individ, po edhe shoqata. So, nuk isha ardhur nëse shoqata nuk më kishte thënë me ardhur. Kemi kuvend, kemi kryetar, kemi këshill. Nëse është në interes të Mërgatës, kemi ardhur. Pra, si fillim, thirrja është e hapur edhe jemi përgjigj. Zdyti, është e vërtet që tash ta diskutojmë ndoshta a ka qenë me Mërgatën a për Mërgatën. Edhe është e vërtet që unë ndoshta e shoh gri këtë aspekt. Jo as ze, as bardh. Besoj se na kanë dëgjuar, sa të na kanë dëgjuar. Besoj se na u kanë përgjigjur shumë gjëra, cilat kanë pas nevojë. Përveç kësaj është e vërtet që panelistët ishte ideja qeveri Mërgat. Në disa panele ka pas edhe Mërgat, por është e vërtet që është tepër komplikuar të përfaqësohet